Një vajze moshës së re derisa po qarkullonte si këmbësore është goditur nga një vetur pas ditën e sotme në Gjakov. Si shkak i goditjes, vajza u dërgua në emergjencën e spitalit Isa Grezda në Gjakov për të marrë trajtimin e duhur. Ndërkohë, këta të fundit bëjnë të ditur se gjendja vajzës është stabile pas trajtimit të marrë, pasi ajo ka pasur lëndime sipërfaqësore dhe pas trajtimit mjekësor është liruar nga spitali. Ky aksident është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës, ku përmes një njoftimi me shkrim bëhet e ditur se rasti ka ndodhur në rrugën UÇK në Gjakov sot rreth orës 14. Sipas tyre, këmbësorja ka marrë trajtim mjekësor, ndërsa njësia e trafikut e qytetit është duke trajtuar rastin, thuhet në njoftimin e policisë. Kujtojmë se kohëve të fundit janë bërë të shpeshta rastet kur po rrezikohet jeta e këmbësorëve në komunikacionin rrugor.